Për sa i përket aeroportit të Vlorës, patjetër, siç unë e referova në fjalën time publike, aeroporti nuk është operacional dhe duhet kuptojmë diçka, që kur flasim me operacionalitet në kuptim të kësaj kontrate koncesionare, por edhe në kuptim të aeroporteve, nuk bëhet fjalë vetëm për ndërtimin e veprës civile, po bëhet fjalë edhe për marrjen e gjitha certifikatave përkatëse për bërjen e mundshme të operimit ajror. Dhe kjo është fakt publik që nuk ka ndodhur as le të themi përfundimit total i infrastrukturës civile dhe nuk ka ndodhur as le të themi operacionaliteti. Në bazë të kontratës të duhet të kishin ndodhur gjatë në momentin që jemi duke folë dhe unë prandaj referova që patjetër penaliteti do i vendoset subjekteve le të themi tregtare. Fakti është i tillë që dua të theksoj edhe fakti që mosmarrveshja në të cilën ju keni parë gjithë këto kohë dhe ka patur vëmendje publike gjatë kësaj kohe, është një mosmarrveshje private ndërmjet dy shoqërive që kanë marrë pjesë me vullnetin e tyre të lirë në garën e aeroportit të Vlorës. Dhe kjo mosmarrveshje, e cila ka shkuar tani që nga mosmarrveshje civile në gjykata civile deri në mosmarrveshje penale, po bëhet shkak për vonesat të mëtejshme të operacionalitetit të aeroportit të Vlorës, por jo vetëm, por bëhet shkak edhe prishjen e reputacionit të aeroportit të Vlorës. Gjitha ato, le të themi, ngjarje që ne kemi parë në ditët e fundit, patjetër janë të papëlqyeshme së pari për qytetarët shqiptar, e cila ajo vepër infrastrukturore është për qytetarët dhe pastaj edhe për qeverinë dhe për shtetin shqiptar që kishte për të përfituar le të themi një zhvillim të mëtejshëm dhe të turizmit në atë zonë. Dhe prandaj unë ju referova që patjetër ne si ministri e dim që patjetër ne do zbatojmë gjitha klauzolat përkatëse që njeh kontrata e koncesionit në mënyrë që të realizojmë operacionalitetin e tyre pavarësisht mosmarrveshjes që kanë